Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Meksikës Carlos Felix Corona dhe falenderoi Meksikën për qëndrimin e saj parimor dhe mbështetjen e vazhdueshme për respektimin e së drejtës ndërkombëtare, si dhe për mosnjohjen e pavarësisë së shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës. Ne e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë një marrëdhënie të tillë dhe besoj se do të vazhdojmë të zhvillojmë bashkëpunimin politik, ekonomik, kulturor dhe çdo bashkëpunim tjetër me interes të ndërsjellë, tha Vučić. Vučić dhe Corona diskutuan marrëdhënie dypalqe midis dy vende, situatën aktuale gjeopolitike dhe mundësinë për përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić mori pjesë në takimin e grupit jo formal miq të Ballkanit Perëndimor në Rom. Đurić theksoi se samiti i sotëm ishte një mundësi për pozicionimin shtesë të Serbisë në Europë në kontekstin e hapjes së grupit 3, por edhe në promovimin si një vend që zbaton vazhdimisht reformat për hir të qytetarëve të saj. Ai theksoi se konteksti gjeopolitik, edhe pse është rëndësishëm në këtë moment që Bashkia Evropiane të zgjerohet dhe pse vendet e Ballkanit Perëndimor kontribuojnë në rezistencën e Europës, i diskutua më gjërësisht. Đurić gjithashtu tha se në të ardhmen Hungaria do të jetë gjithashtu pjesë e grupit miq të Ballkanit Perëndimor. Ai tha se pati një bisedë të jashtëzakonshme me kolegen e tij hungareze, Anita Orban, dhe se është shumë optimist se marrëdhëniet e jashtëzakonshme midis Serbisë dhe Hungarisë do të vazhdojnë në pritje të takimeve të nivelit më të lartë që do të konfirmojnë këtë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti filloi takimet me krerët e partive opozitare me qëllim të gjetjes së një kompromisi në lidhje me formimin e institucioneve. Ai vlerësoi se fillimi i konsultimeve u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe se shpreson që të gjithë bashkëbiseduesit do të jenë të disponuar për të gjetur një zgjidhje, raportojnë mediat. Kurti zhvilloi takimin e tij të parë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Pas takimit, Hamza deklaroi se kjo parti do të jetë në opozitë edhe në këtë mandat. Konsultimet vazhdojnë sot edhe në ditët në vijim. Pas rezultateve të dobta të LDK-s në zgjedhjet e mëparshme, media dhe analistët po spekulojnë se kush mund të zëvendësojë Abdigjikun si kryetar të partisë, duke komentuar mundësinë e kryetarit të komunës së Prishtinës përparim Rama. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se ai nuk është i kalibrit për të udhëhequr LDK-n. Ai beson se Rama nuk ka një kornizë konceptuale për të udhëhequr partinë, por gjithashtu se është një politikan postmodern, gjë që nuk është i përshtatshëm për një parti tradicionale si LDK-ja. Muhaxhiri tha për Kosova Online se LDK-ja ka shumë probleme për shkak të rezultateve të dobta të zgjedhjeve, ndërsa kreu i asaj partie Lumir Abdigjiku nuk dëshiron të ndryshojë qasjen e tij. Studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović beson se kryetari aktual i komunës së Prishtinës nuk do të ndalte rënien e lidhjes demokratike të Kosovës dhe se nuk do të ishte në gjendje të konkurronte me kryeministin e Kosovës në mandatin teknik dhe kreun e vetëvendosjes Albin Kurtin, siç tha ai për Kosova Online, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e tij europiane. Rama nuk do të ishte në gjendje të zhvillojë një luftë të ndyrë si ajo e Kurtit. Diplomati Albert Prekaj megjithatë ka thënë se një garë për pozicionin presidencial në lidhjen demokratike të Kosovës, duke deklaruar se kryetari aktual i komunës së Prishtinës përparim Rama do të stabilizonte situatën në atë parti, por edhe në spektrin më të gjerë politik. Bashkimi Evropian ka miratuar projekt propozuar nga Kosova në kuadër të programit IPA 2026 dhe IPA 2027 në vlerën prej 180.5 milion eurosh dhe u miratua gjithashtu 3 grante nga korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor në vlerë totale prej 25.9 milion eurosh.
por Kosova rrezikon të humbas të njëjtën sasi fondesh deri në fund të vitit nëse reformat të caktuara nuk zbatohen në kuadër të planit të rritjes së Bashkisë Evropiane, shkruan kohaditore. Kryeministi i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti njoftoi vendimin e Komitetit IPA për ndarjen e fondeve për Kosovën, por analistët besojnë se vendimi ishte shumë i vonë. Ai theksoi se institucionet e Kosovës duhet të nxitojnë me zbatimin e disa reformave, sepse ekziston rreziku që disa fonde të humbasin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi se samiti i NATO-s në Ankara konfirmoi vendosmërinë e krahut evropian të aleancës për të përballur me sfidat e sigurisë dhe njoftoi se samiti i ardhshëm i aleancës më të madhe ushtarake politike në botë do të mbahet në Tiranë. Rama vlerësoi partneritetin strategjik midis Turqisë dhe Shqipërisë dhe tha se bashkëpunimi ekonomik dhe ushtarak mund të vazhdojë të zhvillojë. Sipas tij, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është një interesuar për ngjarjet në Ballkan dhe luan një rol të rëndësishëm në nismat për paqen dhe stabilitetin në rajon. Pas mëngjesit me diell fonjava shoqërohet me vranësira më të ndryshueshme me vranësirën me intervale me diell ndonjëherë me shi pritet në 2 ditët e ardhshëm. Temperatura do të sillet nga 28 deri në 33 gradë Celsius.